Okej, Basir, kishe diçka përshtuar para se të dalem në një pyetje tjetër? Kam parë ditët e fundit një debat të prodhuar mediatikisht nëse ka apo jo mafia në Shqipëri apo ka krim i organizuar. Kur krimi organizuar hyn në zyrat e shtetit dhe ka përfaqësues të tij në organizata siç kanë nga pra ti je shef të lidhura bashkë në simbioz, edhe krimin e organizuar të vërtet bashkë me politikën po thua. Jo, thjesht, është zyrtarizuar sepse ti ke ministra, ke deputet, ke prokuror, ke gjyqtar, ke oficer policie që janë në këto grupe. Atëherë dhe këta grupe fuqizimi. Si i vërtetojnë këto? Si i vërtetojnë? Ke në përdosje janë arrestuar, si i vërtetojnë thotë. Ke prokuror, ke gjyqtar plot aty në dosjen trafik droge, si i vërtetoj. Prokuror dhe gjyqtar okej, kemi parë, po politikan kush? Ke të arrestuar, ke prokuror, ke gjyqtar, ke dënuar. Do kesh prap, ke ministra, ke deputet, aty në përdosje, që kanë ardhur tyre. Pra kjo nuk është më sekret. Kjo nuk është më sekret. Mi që më the do kesh prap, a ka një postim të fokusit të spakut nga politika të krimi organizuar këto kohë? Janë 25 dosja tjerë nuk i marrin. Po. Janë 25 dosje mafia politike, i ka me Sky, me CCO, me Europolikan atje, nuk ka sjellin këtyre s'kan marrë punë me këto që kanë herë. Se duhet ta marrësh dorën e parë që të kesh besueshmëri. Kush i ka? I kanë belgët, i kanë autoritetet? I kanë Europoli aty, i ka kapit që kanë magazin. Me lëndë të parë nga Sky, Engro, tull, plot. Tani, kur ti i ke gjithta nga zyrat e shtetit dhe fuqizimi i krimit merr terren jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë, ndërkombëtarisht, dhe fuqizohet edhe me para, në miliarda, ky diskutimi i mafjes ka rënë tani që ka apo s'ka. Të themi në çfarë vendi është, se e thotë edhe raporti dia se sa kemi jetur, kë mas kujt jemi dhe kë kemi lënë pas. Tani, vim këtu, pse u rishfaq 3 herë deja pas zgjedhjeve? Po, pse u rishfaq? Ditën e parë u shfaq. Zëri një njoftim për shtypi kërkoi dhe shqiptarëve ose qytetarëve që të bëjnë denoncime të tyre. Jo vetëm aty. Po është praktik, po pra. Si ishte njoftimi i parë? Kam lexuar edhe më përpara viteve shkuara. Megjithëse shumë e interpretuan si një mungesë besimi tek autoritetet. Po nuk është shenjë besueshmërie. E ky është. Ditën e parë ata ishin bashkë me strukturën e posaçme, me Dian, tek historia e visit të Poes. Po. Aty. Ishte edhe Deja aty se ka qenë pjesë operacionit. Ku ka kokainë është Deja në hetime, se është biznes i madh. Duhet të jetë një garantues i madh hetimor që të shkojnë gjëra në fund. Se ka 2-3 vjet që kanë ardhur ata dhe porti i Durrësit e ka arritur peshën, po konkuron në Rotterdamin para dhe ngarkesave të kokainës. Ja, përse do ndalemi atje tek porti. A Shqipëria vën tranziti apo jo? Se s'është kapur më gjë në portin e Durrësit. Konkurim me Rotterdamin, kokë në kokë është. Atëherë, ju ka rënë pesha atyre. Po ta them unë që po. Mos e zmadhove pak si shumë Basir. Pasi doli, ti them se gjëra interesante. Aty do dalemi te gjërat interesante. Pasi doli dhe këtu me visit. Doli të nesër më tha, silleni tani këto gjërat se kujt do i besojnë ata? Duke parë rritjen e numrit të zyrtarëve të niveleve të larta të implikuar, edhe sipas deklaratave të zotit Domani, atëherë besueshmëria filloi bie që këta njerëz që duhet hetojnë dhe janë vetë përfshirë, ka një problem serioz. Edhe zotëria i Citapit që erdhi, po 2 ditë më vonë, theksin e vuri pikërisht këtu tek krimi organizuar, pastrimit parave dhe kartelet e drogës. Dhe të gjithë e dim, vetëm nuk e themi shpesh, është mirë ta themi shpesh, që Sinaloa është shpallur nga Shtetet Bashkuara, pra nga me dekret të presidentit Trump, organizatë terroriste. Dhe kjo organizatë terroriste kishte në Shqipëri një nga antarët që kishte lidhje me të, zyrtarisht, pra sipas hetimeve të rumunëve, agjenti në shërbimet sekrete rumune, Filip Koldeja, që paguhej nga taksat nga taksat tona, si këshilltar i kryeministrit shqiptar. Tani se si duhet të zgjidhen e të lidhen këta? Kjo është zyrtar, ha? Kjo nuk është tash e them. Edhe i biznesmen tjetër që hyte tu e pyet për si bëhet pilafi i kryeministrit dhe kishte lidhje po me Sinaloan, tani kur ke këtë lloj lidhje në këto nivele, ne merremi me këta që u morën sot. Mirë, një gjë dua të kuptoj unë. Eni, ka një shfokusim, po themi, ose një ndryshim të fokusit të spakut nga politika te krimi organizuar këto kohë? Kultivimin 20 hektar. Për isë vërtetës ka një perceptim edhe publik, po edhe konstatim nëse doni ju që... Por e se duke sigur është kthyer vëmendja më shumë te krimi organizuar me këto operacione. Është kthyer vëmendja, po edhe në tërësi ka një, nuk do thoja fikjet motorëve, po një ulje të ritmit, po themi që ishim mësuar deri në muajin mars apo prill, pra pak para zgjedhjeve, në fakt për të qartësuar vetëm një moment se nuk e kishit cekur në një sert. Sot zoti Domani në vazhdën e pyetjes sime u pyet gjithashtu edhe nga kolegu Fation Gjinaj lidhur me operacionin Nura dhe debatin e madh të zbatimit të vendimit të gjykatës posaçme lidhur me masat e sigurisë në një kohë pa shpjegueshme. Dhe pyetja konsistonte për faktin real që ditën e sotme, pra dje ka dalë gjykata me vendim
masat e sigurisë operacioni zhvilluar brenda 24 orëve, ndërkohë që në operacionin Nura, Spakut dhe autoriteteve italiane i ishin dashur mbi 3 javë për të kryer operacionin dhe zoti Dumani edhe për opinionin publik e qartësoi këtë moment që data e operacionit është dakordsuar që më 5 maj me autoritetet italiane për të qenë për të qenë në datën. Mi pra, në këtë rast e operacioni i sotëm brenda 24 orëve. Dhe fair. Ky është kontrasti lidhur mbi dy operacioneve dhe në këtë aspekt. Po ti marrësh leje gjithë botës ku do të ishin masa sigurie brenda 24 orëve, po themi. Të zbatuara pra vendimi i gjykatës, ndërsa ato zgjatë tuaj dhe ngritën pyetjet e ngritën vetë ju konferencë për shtyp me Altin. Italianë kanë firmosur shkurt për atë arrest. Ti e bën me 20 maj. 19 mars është dërguar nga Spaku në gjykatë. E justifikuan me idenë që duhet koordinonim koordinim 62 për 62 ditë, ai vendos dorsin nga kërkesa.